Ja ku kthehemi përsëri shikues nderuar, jemi me analistin Beqesina, jemi të lidhur direkt me New Yorkun, po flasim për zgjedhjet lokale të 14 majit 2023 që u zhvilluan në Shqipëri. Zoti Sina, në Shqipëri janë prishur shtresat e shoqërisë. Pra kemi të varfër dhe të pasur, shtresa e mesme gati nuk ekziston në Shqipëri. A ka ndikuar kjo në votuesit në elektorati i djathtë? Pra kemi të djathtë stabil në Shqipëri, apo ka humbur elektorat e djathta? Kjo pyetje ka lidhje dhe me atë që Shqipëria faktikisht në përqindjen e saj të ndarjes djathtas dhe majtas është, për mendimin tim, është në disproporcion. Kjo vjen edhe nga kaluara e saj, se Shqipëria ka qenë e majtë gjithmonë dhe e majtë patjetër do të jetë. Dhe pjesa që është e djathtë është ajo që është, pra janë ato 600.000 vota. Dhe për këto interesa, nëse do të fitoj Berisha, nëse do të fitoj Partia Demokratike ose edhe e djathta, pa të majtën nuk mund të fitoj. Pa atë pjesën, jo vetëm pjesën gri, eminencën gri, por edhe një pjesë të majtës, siç është edhe rasti i Ilir Metës. Vim tek zgjedhjet e vitit 2005. Nëse nuk do të ishte koalicioni me Ilir Metën, Partia Lëvizja për Integrim që ishte atëherë, që ju kundërvu atëherë Fatosnanos, që humbi Fatosnano dhe fitoi Partia Demokratike, po të marrim atë numrin e përqindjes fitores, është Partia Socialiste, pra janë votat e të majtëve, ato që sollën në pushtet Partinë Demokratike dhe të djathtën. Pra e djathta me përqindjen që ka vetë, me ato 600.000 vota që ka e djathta, Partia, pra që i bie rreth 37 ose 40% të votuesve, shqiptarë që votojnë në Shqipëri, nuk mund të fitoj, asnjëherë nuk mund të fitoj. Se si mund të fitosh me 37 ose me 3, edhe nëse i merr ato përqindjen e plotë të votuesve, por duke llogaritur këtë pra, që ti ke rreth 37-38% deri në 40% këtë votave. Në këto 37-38%, ti tani ke rënë edhe më poshtë, mbasi 10% ose e zëm edhe 15%. I merr ajo pjesa tjetër po e Partisë Demokratike. Po marr si shembull Kërcyrën, që tregon rezultatin që ka Partia Demokratike dhe e djathta pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Pra kemi atë që thash pak më përpara, kemi 38 deri në 40% që votojnë për të djathtën. Nga 38% deri në 40% që kanë votuar gjithmonë dhe janë të vendosur dhe kanë votën për Partinë Demokratike, këtu kemi edhe një firo. Ka bërë firo dhe votat brenda Partisë Demokratike. Siç është rasti i Kërcyrës. Firo që bërë ndërmjet grupimit të Partisë Demokratike që quhet Partia Demokratike Zyrtare, ajo e Vullës, dhe me Adriatik Spariun në Kërcyrë, dhe ajo pjesa tjetër e grupimit që është grupimi i Berishës, Partia Demokratike, pra ajo që ka numrin më të madh dhe që është Partia Demokratike e vërtet, humbi vetëm nga 1% humbi, nga votat që i mori Adriatik Spariu. Pra 137 vota ka marrë Adriatik Spahiu në Kërcyrë. Po, nga 1.000 vota që... raportin e dy koalicioneve. 1.200 vota ishin gjësejt aty, ama pak se 1.200 vota ishin. Pra, duke marrë 130, i ul përqindjen, i ul 1% a 2% ja uli të djathtës, pra. Po, ja uli dhe i krijoi, jo, po këtë e mora si shembull për të treguar atë që firën që ka bërë ajo që ka bërë Partia Demokratike. Pra, tek pyetja juaj dhe tek përgjigjja juaj është kjo. Partia Demokratike po votat vetat, në rast se do të vetojnë, në rast se do t'i nxjerrë të gjithë votuesit e vet, i ka rreth 600.000 vota. Por me 600.000 vota ti nuk fiton. Nuk fiton se Partia Socialiste ka 800.000, ka 900.000, madje në 2013 fitoi me 1 milion vota. Pra që të kalosh Partinë Socialiste, duhet të bashkohesh patjetër me votat e tjera. Pra Partia Demokratike dhe e djathta në Shqipëri nuk është e madhe, nuk është majoranca asnjëherë në asnjë zgjedhje. Edhe në zgjedhjet po t'i marrim në vitin 1992, në votimet e bëra,
më tepër është votë e një mllafi që kishte votuesi shqiptar nga regjimi që kishte kaluar për 45 vjet, sesa ishte një votë e bindjeve të njerëzve për të votuar për të djathtën. E djathta është ajo që prej nga 92-shi. E deri tani është më vogël se sa e majta. E majta gjithmonë është e madhe, prandaj dhe të djathtës i duhet në 2017-ën, në zgjedhjet e 2017-s, Partia Demokratike bëri koalicione edhe me Partinë Komuniste, edhe me votat e Partisë Komuniste në Tiranë, jo e fitoi, por bëri koalicion në zgjedhjet për kryetar bashkie, nëse ju kujtohet, në Tiranë. A që që thatë juve në fillim që nuk ka votat e dura për të ardhur në pushtet e djatha, po pra, veçanërisht tani me krimin e oligarkëve që kanë shkuar tërë në krahu i majtës. Tani ka, jo vetëm atë, po ka dhe këtë tjetrin, ka dhe këtë të gubrimit, ka dhe këtë pjesën e tipave të Adriatic Spajut, që u futën aty dhe ja morën edhe 1% tjetër, që e ulën përqindjen e saj. Si e vlerësoni juve rasin konkret për zotin Sali dhe zotin Ilir, të cilët kanë mbështetur një kandidat që ka qenë problematik, ka qenë i ndjekur nga drejtësia shqiptare, greke dhe tashmë është në burg? Kjo lidhet me atë nëse do ta marrim për votë, se kjo ka të bëjë me votën etno-nacionaliste. Vota etno-nacionaliste, nëse do të shkonte, ose nëse do të ishte, ose nëse do të zgjidhej për të votuar, është e djathta. Dhe djathta është gjithmonë është nacionaliste, e majta gjithmonë ka qenë internacionaliste. Dhe këtu po ta lidhim me zgjedhjet në Imar, vota për Belerin ka qenë një zgjedhje, ose për kandidimin e tij atje, nuk ka qenë bindje e të djathtës dhe e koalicionit Partia e Lirisë me Partinë Demokratike të Berishës dhe me forcat e djathta. Por ishte një zgjedhje taktike. Taktikisht e vetmja mënyrë për ta fituar ose është pa moral. Pa moral është pa moral, është edhe ajo shpreha popullore që për inat të si me vjere do shkoj të fle me Mulligjin. Eksakt. Unë nuk pajtohem me këtë, dhe unë si nacionalist, sidomos, unë personalisht, unë nuk pajtohem me këtë. Por në këtë këndvështrim në politikë luhen edhe këto karta, janë pa moralshme. Politika vetë nuk është moral. Politika vetë nuk është moral. Sidomos në Shqipëri, politika vetë nuk është moral. Ne kemi pa koalicione që janë absurde. Ke pa koalicion të Ilir Metës me Edi Ramën, si për shembull. Edi Rama me Ilir Metën janë sharë në mënyrën më vulgare, më banale të rrugëve. Dhe kur erdhi puna për çështje interese dhe për të marrë pushtetin, për të mundur Partinë Demokratike në 2013-ën, ai Ilir Meta, që ishte pjesë e Sali Berishës dhe mbajti pushtetin deri atëherë me Sali Berishën prej 2005-s deri në 2013-ën, ishte po ai Ilir Meta që ky që e shau dhe e shaut, siç e thash edhe më përpara, në mënyrën më vulgare, në atë mënyrën që kemi pa dhe në parlament kur bënte dhe ato tentativat për ta diskredituar dhe për ta intimiduar kryeministrin Rama dhe Partinë Socialiste me anën morale. Pra arrin deri aty që ana morale bëhet e pavlefshme. Pra në Shqipëri politika është imorale, nuk është është morale. Politika është imorale kudo se Ilir Meta edhe zoti Sali janë sharë dhe me njëri tjetrin. Po ata po them, nuk ka. Jo vetëm me Ramën. Po me që themi këtu, zoti Beqir, pse duhet neve të mos e themi kur e ndjejmë ose kur e nuhasim? Mos ka ndonjë bashkëpunim mes këtyre politikanëve shqiptar, se kur shkon mendja në 2008-ën, në ekstrem Saliu me Ramën, na takuan një ditë
të pazakont, natën dhe në ndryshuan kushtetutën, si kur ishte kushtetuta, një marrëveshje si që ka mund me këto kontratat, me këto bizneset, që bëjnë reklam këneve. E ana tjetër, se është shumë të merë kjo, ana tjetër pra zien këta, bëjnë si kur zien dhe mos ndajnë këta pasuri, si që ishte rasti Lulit u rëzua një apartament i madh në Vlorë, edhe e kishte bërë 2-3 milionë dhe fitovi 15 milionë Luli. Qa e kanë si punë, e kanë si biznes. Të shajmë ty nga me rrenje me deg, por nga mbrapa vinë milionat edhe s'ke problem. Nuk mundesh që të kthesh parlamentin gjithë atë mas njerëzish t'i kthesh aty në qesharak, t'i kthesh në bëjnë më shumë barsoleta, e bëjnë humor se sa bëjnë ligje, se sa diskutojnë zhvillimin, se ku do vej Shqipëria nesër, ku do vejnë projektet, e shumë gjëra të tjera. Në përgjigje të kësaj pyetje do të ndalem edhe një herë tek çështja Beleri, se nuk e përfundova çështjen Beleri. Por mos ngelen budallëneve more. Kemi shërbim, po i shërbejmë 30 vjet çështja shqiptare dhe mos ngelen budallën se duke shërbyer çështja shqiptare u kemi shërbyer edhe këtyre që zorangoj. Në përgjigje të kësaj do ta lidh edhe një herë me çështjen Beleri, se nuk e përfundova përgjigjen e çështjes Beleri. Në çështjen Beleri dhe zgjedhjen e Belerit, pa marrë atë këtë anën që diskutuam më përpara, anën morale, anën politike, nacionaliste, njërën tjetrën. Çështja Beleri, unë mendoj se është shfrytzuar si kartë edhe nga PD-ja, edhe nga e djathta, por edhe nga e majta, edhe nga Edi Rama. Po a nuk ishte ai Edi Rama që kur erdhi Mitsotakisi për vizitë në Himar, e mbante në krahun e vetë Belerin dhe batutat e Ramës me Belerin i ka parasysh çdo njeri sot në Shqipëri se si e përdori Belerin në këtë vizitë Edi Rama dhe Mitsotakisi, dhe jo vetëm në Himar, por e mori dhe në Dropull, në kryet e saj. Pra, unë mendoj, dhe ndoshta unë jam gabim edhe do dal gabim, por mendoj se çështja Beleri është një çështje e situr mirë, edhe nga Edi Rama, edhe nga Partia Socialiste, po nga e djathta, po se e djathta e thamë që kishte interesat e veta dhe nuk pyti. Por edhe majta ka, unë mendoj dhe thash edhe një herë, inshallah unë jam gabim dhe e majta është, Edi Rama është në të drejtë. Por edhe Edi Ramës i interesonte dhe ndoshta ka pas interesa më tepër Edi Rama për të konkuruar Fredi Belerin në Himar, se sa ka pas Partia Demokratike. Me Belerin, jo nuk e le, zotin Rama nuk e le pa faj, pasi po flisim për opozitën, se zotin Ramën tani e kam pyetjen mbas kësaj edhe zotin Rama sigurisht që i ka interesuar për ta përdorur këtë më mbrapa kundra të djathës. Edhe duke përdorur kartën nacionalizmit, kjo do të them që është një lojë e keqe. Por zoti Sina do më falesh, do të kalojmë në publicitet. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.